Atëherë databaza e rënjës është diku te 2000 rezultate. 2000 persona. Që ta kuptojmë diçka, një mashkull, një rezultat vlen për gjithë fisin, sepse brenda fisit, zëm ju qafokut, nga jeni në Mergjin? Unë jam nga Çorovalla, nga Skapar. Nga babait, nga Skapar. Po. Atëherë ju mund të jeni, po e fuskotun 150 meshkuj. Se varet nga madhësia, sa fis janë Po, më shumë mund të jemi ne. Ka 300. Atëherë një rezultat vlen për gjithë meshkujt e fisit, se brenda fisit gjithë meshkujt kanë një rezultat. Një rezultat kanë, ha? Po gjithë një kromozom epsilon është brenda fisit. Po bëra unë analizat, vlen për gjithë fisit. S'ka nevojë të bëj një tjetër. Fiks. Nuk ka nevojë tash. Tani, që do të thotë 2000 rezultate janë 2000 fise. 2000 fise. Që do të thotë është sikur ke testuar 200.000 veta, 300.000 veta në Shqipëri. Ne kur ka qenë 600 rezultate, e deri më sot ne nuk mësojmë gjëra drastike të reja. Mësojmë diçka të vogël, edhe kur të testohesh ti, do mësojmë diçka të re. Po jo gjëra që të ndryshojnë llojin e popullatës apo grupimin, mësojnë detaje. Tani nga këto 2000, çfarë ka rezultuar, ku është afërsia më e madhe me Ilirët? Atëre e para një popullata shqiptare ka një homogenitet shumë të lartë. Kjo vjen për një shkak, një fenomen historik që ka ndodhur në fundin e periudhës romake dhe fillimin e mesjetës. Ne sot jemi pasardhës të Ilirëve, por nuk kanë mbijetuar të gjithë Ilirët. Janë vetëm 3 vatra ku kanë mbijetuar linja ilire, që pastaj më vonë janë rishtuar dhe kanë bërë popullatën sot më shqiptare. Ku janë? Zona e Kosovës, Dardanis. Po. Është vatra më e madhe, që nga ana numerike sot përbën përqind më të lartë. Po Kosovë komplet shteti Po flasim Dardania. Dardania është më e madhe se Kosova, Kosova është më e vogël. Po, ke drejt. E dyta? Dhe kjo popullat sot përbën përqind më të madhe në popullatën shqiptare. Dhe kur them popullatën shqiptare nuk po flas vetëm në Kosovë, edhe në jug të Shqipërisë kjo është grupimi më i madh, sepse janë shpërndarë pastaj më vonë. Qartë. Grupimi i dytë është zona kryesisht Mat, Martanesh, Dibër dhe pak Mirdit. Po. Kjo është vatra e dytë ilire që kanë mbijetuar linja mashkullore, që pastaj më vonë janë rishtuar, po ilire dhe janë. E treta? Vatra e tretë që ka në numër më shumë të vogël është zona e jugut, sidomos Juglindës. Ku konkretisht? Një linjë tipike ilire që është gjetur edhe neshtra arkeologjike, po që është sot në popullatën shqiptare, është sidomos në zonën midis Shkaparit dhe Korçës. Sa më gëzohet. Dhe Saretët? Tani emrat e fiseve ilire e lëm të tjerë njerëzve dhe specialistëve të vendosur. Do të Berat, Skapar, Korç. Ky tre kënd që këtu ka një nga linjat indoeuropiane proto-ilire. Do të thënë në Skapar janë, sa është malësia kjo ndoshta? Biles në fakt. Po arsyet janë të ndryshme, po kryesisht kanë mbijetuar në zona malore, po. Aty do të thënë, aty kanë mbijetuar. Këto 3 janë vatrat dhe popullata që kanë mbijetuar mbas rënies sistemit romak dhe dyndjeve slave dhe barbare, nga e cilën sot e kanë origjinën shqiptarët, mbas studimit të vërtetuar dhe të certifikuar, kanë mbijetuar rreth, le të quajmë 10-15 njerëz. Nga këta, ha? Domethënë ne gjithë shqiptarët që jemi sot 3 milion apo 6 milion shqiptar, po të shkojmë mbrapsht 1500 vjet, apo 1800 vjet, e kemi origjinën nga rreth 10-15 njerëz të mbijetuar. 10-15.000. Domethënë fakti që ne kemi mbijetuar dhe nuk kemi shuar si gjuhë dhe si identitet është mund ta thuash rasti ose gjithë do ta bësh pak më shumë. Tani nëse kemi lutem regjia dhe nga këto 3 vatra, sidomos nga 2 vatrat e sipërme, që përmenda. Po pse se the Skaparin para ti dhe pastaj Kosovën? Po sepse i thash nga ana numerike. Jo, po nga ana e rëndësisë edhe e fuqisë. Të treja të rëndësishme janë. Jo, pritni çik tani. Sa është përqindja e Skaparit? Po këto të jugut nuk kanë pas shpërthim shumë të madh demografik, prandaj edhe këto të veriut janë sot më shumë popullar. Krenaria, domethënë Skrapari, qendra e Ilirisë, mua e kupton çfarë më them mua. Po unë thash Skrapar deri në Korçë, nuk thash vetëm Skrapar. Po jo, një zonë aty e di që është një rrugë e vjetër e karvaneve aty? Po e di. Domethënë Berat, Skrapar, Korçë dhe ura e Kasabashit, e ndërtuar nga kryearkitekti i Perandorisë Osmane, arkitekt Kasemi, është ai që e ka bërë këtë lidhje, kështu që unë e marr me mend. Është një hartë tjetër, mos gaboj, pak më poshtë. Shiko, këto janë gjëra shumë teknike dhe tregojnë se si popullatat përputhen, por nëse mund të them disa gjëra të interesante. Kjo është? Kjo është me përqindjet, kjo mund të jetë me genet? Me përqindje, kjo është pjesa mesatare gjenetike, ku mund të ketë më shumë përqindje të një grupi ose një tjetër. Ku është përqindje? Po për shembull mund t'ju them diçka, për shembull mesataren gjenetike. Zona me përqindjen më të ulët slave, si mesatare gjenetike, është zona e Mirditës dhe e Matit. Dhe Dibra perëndimore, kjo aty ku bashkohen këto treja. Zona me përqindjen më të lartë slave, si mesatare gjenetike, është një pjesë e Shkodrës dhe Shqipëria jugore dhe juglindore, sepse përqindjen më të madhe slave edhe në popullatën tonë janë në zonat jugore.
Domethënë e ke fjalën te zona e Korç, Pogradec. Korç, Kufiri, Gjirokastrës me Greqinë, Gjirokastra, Çamëria për shembull ka 25% linja slave. 25%. Sa më poshtë zbret në jug, aq më shumë shtohen përqindje slave. Minoriteti grek në Dropull e ka pothuajse 7-8% linja slave. Linjë slave, ëh? Po, janë slav të asimiluar. Të asimiluar. Lazarati është 5% linja slave. Si, ç'është Lazarati? 5% linja slave. Linja slave, ëh? Domethënë një popullat slave, një grup aty i Tani vogël. do të gjej Lazarati thonë nxori Po jo gjej mos ka, Bojaxhi. po nuk ka problem, ato janë shqiptar sot, më po flasim si është origjina e linjave, jo identiteti sotëm. Se identiteti etnik nuk është vetëm gjenetik, është edhe kulturor dhe gjuhësor. Zoti Bojaxhi, ilirët ishin cilësohen si racë nordike, flok verdh, sy mavi dhe kafkën e gjatë. Doligocefal. Tani, Këto janë tezat e periudhës gjermanike, po jo, tani më shpjegojnë çik mua nga pellazgët, pra nga popullsia vendase primitive që ishin si tham, domethënë pjesa mes të zeshkët, të zeshkët, të shkurtër dhe me kafkë të ngushtë, te ilirët me flok verdh, sy mavi dhe me kafkë të gjatë. Kjo është në përzierje tani? Kjo pjesa e pamjes nuk ka të bëjë me epsilona. Domethënë ti mund të martohesh me një kineze, të bësh një fëmijë, fëmia jote është gjysmë për gjysmë nga ana pamjes. Dakord? Po. Ypsiloni nuk e ka gjysmë për gjysmë, e ka se ty. Kështu që mesatarja gjenetike është ndryshe nga E kuptova. linjat mashkullore dhe si ka lëviz popullata. Por, që të kuptojmë diçka. Padyshim shqiptarët, duke qenë se sa afër janë me SD, duke qenë se jemi popullat mesdhetare, neve jemi shumë më të bjond dhe të bardhë si njerëz në raport me pozicionin gjeografik ku jemi. Po, se duhet ishim më zeshtë. Por, ka një gjë, sepse këto nuk është çështje, domethënë çdo ngjyrë dhe çdo tipologji ka një avantazh në një kushte të ndryshme, në kushte specifike klimaterike. Që do të thotë, në qoftë se jenë me SD, pse popullata mesdhetare më origjinale ose më thellë me SD është më zeshkane? Sepse reziston më mirë diellit. Nga dielli. Duke qenë më trup vogël, ke më shumë rezistencë ndaj klimës ekstreme të nxehtë. Dakor? Ka lidhje Po, të shkurtrit është e vërtetuar që nëse ti merr popullat nordike i zbret me SD, pas 4-5 shekujsh ato do jenë më të shkurtër se sa popullata nordike në vendet skandinave. Tregon rezistencë. Sepse ti do përshtatesh me klimën ku je. Do bësh pak më zeshkan se çishe. Po. Dhe do bësh pak më trup vogël se çishte, se nuk ke nevojë për masë trupore në klimat të nxehta, kurse në klimat ftohta e ke të nevojshme. Si shkencëtar je mirë se sa si politikan. Ti të faleminderit për vlerësimin. Më kënaqem me këtë. Tani, kemi disa teori dhe unë e thash edhe në fillim të emisionit. Kurse si politikan nuk më ke provuar, se më ke provuar vetëm si menaxher, si administrator. Jo, si politikan kam provuar unë se nuk më ke provuar se s'more votat e dura. Këtu e kam marr votat, nuk do të thotë që nuk jam politikan e mirë. Thjesht nuk përputhem me si politikan, nuk përputhem me momentin me çfarë kërkon shoqëria. Do kthehesh i ditë, ë? Jo, nuk thash që do kthehem, thjesht po them duhet provohesh si politikan, dhe politikan provohesh kur ke marr mandatin, çfarë bën me atë mandat. Tani, kemi disa teori. E para njëherë unë thash kur në shekullin e 6-7 erdhën slavët në Ballkan, ne me ilirë, domethënë, e kishim bërë një cikël qytetërimi. Po. Dhe kjo dihet. Tani, me këtë studim që ti bëre, çfarë u themi ne aty teoricienëve, sidomos slav, serb, që e kundërshtojnë teorinë që ne jemi pasardhës të ilirëve? Atëherë, ata historianë serb, të cilët, sepse që të kuptojmë diçka, zhvillimi teknologjik, domethënë gjenetika ka shekuj që njerëzit e dinë, në kuptimin ose ka dekada. Por sepse di diçka nuk do të thotë që ke teknikën për ta zbërthyer dhe për ta kuptuar në detaje. Në 20 vitet e fundit ka ndodhur një revolucion teknologjik që ka mundësuar që njerëzimi sot të ketë mundësi analizash dhe qartësie nga analizat që ta përdori gjenetikën për arkeologji, për histori, për shëndet, për bujqësi edhe për kriminologji.